Tani, sigurisht që kjo iniciativë, ky kredi është i favorshëm për biznesin përgjithësi. Në aspektin kryesor është sepse në Maqedoni ka pas normat e interesit kanë qenë shumë të larta dhe me këtë kredit me njëherë u bë një stabilitet i tregut bankar dhe kjo është për të përshëndetur. Mandej pjesa tjetër e cila është me kushte të favorshme, dhe me thonë për 15 vite, ku nga ato 3 janë grace period dhe 1.95 norma e interesit, i cila normë deri tani nuk kemi pas tilla, dihet që normat e interesit para se ky kredit të plasohet në treg ka qenë diku 5, 6 dhe 7%, dhe kjo e bëri që tani edhe bankat tjera të ofrojnë kushte më të volitshme prej 3.5 dhe 4%, që është e mirëseardhë gjithsesi. Dhe nga ana tjetër, ky kredit është ka marrë është një gamë, përfshi një gamë më të madhe, ku përveç që në fillim ishin për nevojat më të kufizuar për prodhim, tani është më i zgjeruar, ka të bëjë edhe me hotelerin, ka të bëjë me bujqësinë, ka të bëjë me investimet e kompanive të veta në turizëm gjithsesi, dhe kjo sigurisht edhe për këtë energjinë e gjelbërt, e cila është tani në rritje sipër. Duhet ta shfrytëzojnë sepse janë në radh të parë kushte shumë të volitshme, dhe në radh të dytë sigurisht që afati kohor i tyre mundson që këto kompani të rriten në bazë të investimeve të cilët marrin këtë kredit. Dhe paratë e freskëta kanë qenë të nevojshme për një kohë për kompanitë, dhe kjo është e mirëseardhur.